që duhet ta mbushin me kamera nga Universiteti e tjeri të sheshi Skënderbej, sepse jemi plot! Nuk vëndoj për të qufë! Dojtë flas një prej atyre që i kanë munguar Shqipërisë, një përfaqësues të një sindikate. Vëllezër dhe motra shqiptar, revolucion, 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 revolucion. Sot festojmë lidhjen e Prizrenit, një ditë të shënuar për kombin shqiptar, kur burrat dhe gratë e Shqipërisë u mblodhën dhe vu fytyrën e tyre për të mundur të keqen e madhe. Sot jemi blerë të gjithë këtu që të mundur këta një rekip 80 vjeçar që po na mundon dhe po na shtyp. Dikur Aleksandri i Madh, një shqiptar, një lir, doqë anirët e veta për të thënë të gjithë njerëzve të tij që nuk ka kthim mbrapa. Nuk ka kthim mbrapa. Jemi të gjithë këtu me një qëllim, të rrëzojmë sistemin. Revolucion! 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 Jemi me mira! Thirrja ime sot vete për të gjithë ata punëtor në çdo sektor, te minierët, te nafta, te të rinj që punojnë koncerte, bojkotoni, filloni mosbindje civile. Forca! Shqipëriere! 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 Jemi të provueshëm, vazhdoni dhe mos ta lëshojmë sheshin. Pa servita, pa oportunista! Shqipëriere! 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 Gjithë të shesh jeni drita që shkëlqen në fund të tuneli një 36 vjeçar. Jeni të jashtëzakonshëm. Edhe një Rama Mbur, Berisha Mbur! 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 Gjithë kemi lëvizur në për Shqipëri dhe kemi parë ca muralet bukura me figurat tona kombëtare dhe ato i ka bërë një djalë vullnetarisht, kokullur dhe emri i tij është Pletar Çakalli. Politika shqiptare duhet të kuptoj që kombi dhe Shqipëria e madhe janë fakte dhe është historia jonë dhe s'ka pse tjetë kokullur nga i Grekut për Xhamërin. S'ka pse tjetë ullë me kokullur nga i Bulgarve, Maqedonëve për Iliridat, Manastirin, Gjuhën Shqipe, Skupin dhe për shumë krahina tjera. S'ka pse tjetë kokullur për loginën e Preshevës, Bujanocin, Medvegjën. S'ka pse tjetë kokullur për Malsin dhe trojet shqiptare. Duhet të kuptoj një herë e mirë që Tirana zyrtare ka përgjegjësi për gjitha trojet shqiptare. Duhet me ngritë zonin se kjo është e vërteta jonë dhe të vërtetën duhet me mbrojtë.
qoftë kombë shqiptar. Për 36 vite, shumë intelektuale janë larguar nga ky vend. Këtu do të thonë një intelektuale që është kthyer nga Amerika, ajo është biologe, regjizore më vonë, e shumë profesore tjera që na kanë ndihmuar të organizojmë të protestë kaq bukur. Mbrëma të gjithë, përshëndetje shqiptar kudo që jeni. Unë vi nga Saranda, quhem Aneta Xhiku. Jam kthyer përpara 9 vjetësh në vendlindjen time, pas 20 vjetë emigrimi. Dhe çdo ditë jam përballur me pyetje. A je çmendur që je kthyer këtu? Imagjinoni çfarë ka bërë kjo klasë politike kjo klasë, banditës o tosha, njerëzve, të quajnë marrësi klinike nëna, sepse Shqipëri e re, 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 Shqipëri e re. A e kuptoni se çfarë ka bërë njerëzve kjo klasë politike, të quajnë marrëzi klinike nëna, sepse krimina atë është si klinike nëna. Edhe pse ajo është e varfër, është e pambrojtur, po hajgjë në botë të zëvendësojë aromën e saj. Nuk kam të ngopur me vendin tim. Jam e bekuar nga Zoti që e nis ditën me fjalën mirëmëngjes dhe flas gjuhën, një ndër gjuhët më të lashta të botës dhe flas këtu, në tokën time. Çdo ditë takoj shqiptar që më mahnisin me sakrificat, me zgjuarsinë e tyre. Por takoj dhe shumë emigrantë të cilët dëshirojnë të kthehen, vdesin të kthehen këtu. Por kjo klasë politike ju a bën të pamundur kthimin. Deri kur kështu? Rama ik, Berisha ik, Rama
Rama jepe dorëqe. Edhe sa më shumë afrohet dora mashinit, aq më shumë këndoni ju. Shiko, ne duhet kuptojmë diçka. Kur bëhemi bashk, kombi dhe shteti janë më të rëndësishëm se gjithë ne. Ky është amaneti i lidhjes Prizrenit. Këto duhet ta përqojmë, këto duhet ta kujtojmë, këto duhet ta kultivojmë. E nëse këto e kujtojmë, nëse këto e përqojmë dhe e kultivojmë të preza që do vinë, Shqipëria do t'jetë një kom më i mirë. Mos harroni amanetin e lidhjes. Lidhja është gjallë. Lidhja është gjallë. Çdo shqiptar, pavarësisht se ku është ai vendosur, nëse punon për të mirën e këtij vendit, është vllai jon. Rama jepe dorëqe. Rama jepe dorëqe. Rama jepe dorëqe. Rama jepe dorëqe.